Në mesin e gjithë zhurmës, debateve dhe strategjive të forta që zakonisht shoqërojnë një reality show si Big Brother, lidhja mes Dolces dhe lëndrimit ka ardhur si një frymë e pastër qetësie dhe harmonie. Ata janë shembulli i një çifti që nuk ka nevojë për dramatizime të tepruara për të rënë në sy, sepse energjia e tyre flet vetë, që nga momentet e para kur u afruan, u kuptua qartë se mes tyre kishte një kimi të natyrshme. Ata shkojnë shumë mirë bashkë, jo vetëm si çift, por edhe si shok. Luajnë, qeshin, ngacmohen me humor dhe krijojnë një atmosferë pozitive kudo që ndodhen. Janë ata që dinë të gjejnë balancën mes lojës dhe ndjenjës. Mes argëtimit dhe respektit, ajo që i bën Dolcen dhe lëndrimin të veçantë është fakti se nuk përzihen në intriga të panevojshme. Në një ambient ku shpesh njerëzit ngatërohen në konflikte që nuk u përkasin, ata zgjedhin të ruajnë distancën dhe të fokusohen tek vetja dhe marrëdhënia e tyre. Nuk ushqejnë thashë theme, nuk provokojnë dhe nuk reagojnë me dashakejsi. Qëndrimet e tyre janë të qarta, të drejta dhe të pastra, si individ, të dy mbajnë qëndrime të forta, por pa i imponuar ato tek të tjerët. Dinë të dëgjojnë, të kuptojnë dhe kur flasin, e bëjnë me maturi. Nuk kanë nevojë të ngritin zërin për të dëgjuar dhe nuk përdorin fjalë të rënda për të fituar pikë. Kjo i bën të respektohen, edhe nga ata që mund të mos jenë dakord me ta, si çift, Dolce dhe lëndrimi japin përshtypjen e një ekipi të vërtetë. Ata mbështesin njëri tjetrin pa kushte, i qëndrojnë pranë në momentet e mira dhe të vështira, dhe kjo ndjehet qartë. Nuk ka xhelozi të tepruar, nuk ka kontroll, por ka besim dhe mirëkuptim. Një marrëdhënie që ndërtohet mbi komunikim dhe sinqeritet, në një lojë ku shpesh shihen maska që bien dhe karaktere që ndryshojnë, ata kanë arritur të mbeten konsekuent me veten. Dhe pikërisht kjo i bën të duken si çifti perfekt në sytë e shumë shikuesve. Jo sepse janë pa gabime, por sepse janë të vërtetë. Dolce dhe lëndrimi tregojnë se edhe bërë.